Komisionerja e Bashkimit Evropian për zgjerimin Martakos ka bërë të ditur se 2 nga 6 vendet e Ballkanit Perëndimor ende nuk kanë nisur të zbatojnë reformat e kërkuara në kuadër të planit të rritjes. Sipas raportimeve, këto vende janë Kosova dhe Bosnia-Hercegovina, përkatësisht për shkak të mungesës së institucioneve efektive. Jemi mbledhur sot për të vlerësuar progresin, për të parë çfarë ka shkuar mirë me planin e rritjes dhe në cilat fusha duhet të bëjmë më shumë. Kanë kaluar 2 vjet nga 4 që zgjat implementimi i planit dhe është momenti i duhur për të diskutuar së bashku, tha Kos gjatë samitit në Tiranë. Ajo shtoi se 2 vendet më të avancuara në këtë proces janë Shqipëria dhe Malizi, të cilat kanë përmbushur rreth 50% të reformave të dakorduara me Bashkimin Evropian. Në samit nga Kosova mori pjesë kryeministri në detyrë Albin Kurti. Raporti i Bashkimit Evropian për progresin vëren se Kosova nuk ka ratifikuar marrëveshjet që do t'i mundsonin përfitimin nga plani i rritjes, për shkak të ngërçit politik, që nga zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit vendi nuk ka formuar ende ekzekutivin e ri, gjë që ka bllokuar miratimin e marrëveshjeve ndërkombëtare në kuvend. Dhe në këto kushte, 2 ditë më parë Kosova shpalli datën e zgjedhjeve të parakohshme 28 dhjetorin. Plani i rritjes, një paketë investimesh prej 6 miliardë eurosh, synon të përshpejtojë rrugën e vendeve të rajonit drejt Bashkimit Evropian. Kosovës i janë ndarë rreth 900 milionë euro, duke e bërë atë përfituesen më të madhe për banor nga këto mjete.